Po i vëllezër, kjo është dita e parë e xherimit dhe lusmi Allahun azza wa jall që Zoti pranon prej neve. Ja Rabbil Alamin. Ashtu që kemi lajmëruar që çdo ditë do të mundohemi inshallah ka një hadith shkurt me kuptu dhe me jetu me këtë hadith me në Ramazanit. Allah azza wa jall na bëj atë. Hadithin e parë cekni që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah. Tatë kur të hen muji i Ramazanit hapën dyert e xhennetit, wa ghulliqat abwabu jahannam dhe mbyllën dyert e zjarrit e xhehenamit, wa sulsilati ash-shayatin dhe tatë lidhen shejtanët. Hadha al-hadith mutafaqun alayh, dhe ky hadith është që ka edhe në Buhari edhe Muslim. Dobit e këtij hadithit o i vëllezër është kjo. Dobia e parë është për nderimi që Allah azza wa jall ja ka bë Ramazanit është që ja ka hap dyert e xhenetit. Ku në Ramazan? Ka Ramazani, nderimi i Ramazanit Allah azza wa jall i ka hap dyert e xhenetit. Dobia e dytë o i vëllezër është dyert e zjarrit janë të mbyllura. Pse janë të mbyllura? Që na jep me kuptu që ky muj nuk i don veprat e këqija. Kush janë zjarr xhenamit? Ata që bëjnë punë të këqija. E Allah po na tregon që ky muj nuk i don veprat të këqija. Për këta edhe gjithë Ramazani ushqujt e takwa, dëshmëri. E ledhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O që keni besu, u është bërë për ju obligim agjerimi. Ata që shëshën para jush të obligum me agjerim. Pse? La'allakum tattaqun. Me arrit devotshmërinë. Ramazani nuk i dan punë të këqija dhe për këta Allah azza wa jall ka mbyll zjarrin e xhenemit. Dobia e tretë e këtij hadithit është dyert e xhenetit domethënë janë të qelura. Çka më kuptoi këta? Kur janë dyert e qelura, çka na do neve? Që tash na don veprat e mira për me arrit xhenet. Xheneti është qelë. Kush na thret? Veprat tona. A ki vepra që është për një në xhenet? Është mundësia jonë që në Ramazan me ishtu veprat për me hi në xhennet. Dobia e katërt e vëllezër është prej mirësive të këtij muajit është që Allah azza wa jall i lidh shejtanët. I lidh prej atyre që janë më të mëdhenj, që i bën sherr njerëzve, e atyre që mundohen me aprish sinqeritetin, subhanallah. I lidh këto shejtanët. Dobia e pestë dhe e fundit e vëllezër që tani për këtij hadithi që ka ardhur që në hadith është cek Allah azza wa jall po i lidh ka shejtanët. Dobia e pesë ka kjo, që tani kushdo që prej neve dëshiron me tregu sinqeritetin e tij me Allah azza wa jall, me vepra ndaj Allahut, është mundësia. Pse? Pse shejtani më së shumti që i pengon njerëzve mes me mujt me bo vepra të mira, ku është në sinqeritetin e tyre. Ta shejtani Allah azza wa jall e ka lidhur shejtanin por çka mos më na pengu neve në veprat sinqerta për Allahun azza wa jall. Kjo është i vëllezër kuptimi i këtij hadithi, dobit e këtij hadithi. E lusmi Allah azza wa jall që të Zoti i kënaqur me neve me veprat tona, e lusmi Allah azza wa jall që të jemi prej atyre që e fitojmë xhenetin, mëshirën e Allahut, falën e Zotit, ja Rabbil Alamin.